Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nga dasma tek zhgënjimi, Gjesti heq unazën, Egli reagon e prekur. Mbrëmja festive e organizuar nga vëllai i madh, ku Gjesti dhe Egli kurorzuan lidhjen e tyre me një dasëm simbolike, u kthye shumë shpejt në një moment zhgënjimi. Të shoqëruar nga muzikë live e kënduar nga Remzi dhe Nexhat Osmani dhe të rrethuar nga banorët, çifti u duk më i bashkuar se kurrë. Por vetëm disa orë pas festës, Gjesti ka vendosur të heqë unazën e martesës, duke thënë se nuk ndjet gati për ta mbajtur atë. Ky gjest i papritur ka lënduar Eglin, e cila ka reaguar e prekur duke thënë: "Atëherë nuk e mbaj as unë, e heq edhe unë unazën time."